Janë rreshtuar dhe po presin, por nxënësit e shkollës fillore Astrid Bytyqi nuk pedin kënd po e presin, kiflet apo kryetarin. E në fakt, nga drejtori i shkollës u informuan se po i presin që të dyja. Kur kryetari Muharrem Sfarqa erdhe, fëmijët duart rokitën pa ndërprer, jo për ta përkrahur politikan, por për t'i marrë kiflet sa më parë. Ai para fëmijëve e bëri publik të projekt të qeverisë lokale, i cili filloi të zbatohet në të gjitha shkollat e komunës së Ferizajt. Në mënyrë simbolike, ne të fillojmë me ndarjen e ushqimeve të ngrohta për nxënësit nga klasët parashkollore deri në klasët e 5-ta, në tërë territorin e komunës së Ferizajt. Ne dëshirojmë përmes këtij projekti që të zgjidhim problemin e ushqimit të nxënësve përmes kompanisë përfituese që është Oreksi, e cila tashmë është një kompani e njohur e furnizimit me bukë dhe ushqime në komunën e Ferizajt. Një kompani e cila i ka zgjeruar kapacitetet e veta prodhuese dhe po merr primatin e një kompanie të rëndësishme edhe për zbutjen e papunësisë, duke punësuar djemë dhe vajza, burra dhe gra në kompaninë e tyre. E fëmijët, si kur janë mësuar të shohin duart rokitjet në përtubime elektorale, gjatë fjalimit të Sfarqës, duart rokisnin pa ndërprer, pavarësisht që i dëgjonin fjalët e tij apo jo. Ne po fillojmë sot së realizuari një projekt një vjeçar, i cili projekt nuk ka të bëj me asnjë fushat, sepse ka filluar shumë më herët për zbatimin e procedurave të prokurimit, sepse këto zgjedhje që janë zgjedhje të jashtëzakonshme për cilat asnjëri prej nesh nuk ka pas ndonjë parashikim ose ndonjë parandjej. Prandaj, unë po ju uroj gjithë juve këtë përfitim sa do të vogël, po që është i rëndësishëm për të gjithë, sepse tashmë prindët nuk e kanë nevojën që të brengosen për ushqimin tuaj në shkollë. Drejtori i shkollës Ramadan Ademaj tha se projekti ushqimit për nxënës është mirëpritur më së shumti nga prindrit. Përveç aktivitetet që kanë mësim këta, ka nevojë edhe për një ushqim tillë. Kjo shumë e mirë se ardhur e mirë se pritur prej nxënësve, po nikosisht ku kanë dëgjuar edhe prindet, ata do thotë e kanë prit me një gëzim shumë të madh. Orarin e kemi na në mas orës 2, pushimi gjatë është 15 minuta, për 15 minuta e bëjmë shpërndarjen, secili kujdestar i merr shujtjen për nxënësit e vet, i shpërndan nëpër klas, dalin e trajon, i hudhin në mbeturina, do thotë ato që janë në vendin e caktuar, edhe kjo është punë e kryme. Brenda 15 minuta kjo punë kryhet pa problem. Pushimin e gjatë. Ndërkaq pronari i Oreksit, fitues i këtij tenderi komunal Elmas Çoçaj, u zotua se do t'i përmbahet kontratës dhe kritereve të këtij projekti. Ne mund të them vështirë që nuk kemi nevojë që t'japim premtimet dhe standardet ka vendosur komuna Ferizajt, janë standarde të larta që secila do kompani që ta kesh fitu duhet të jetë e përgjithshme dhe duhet të ketë kualitet lartë. Shujta ditore përmban në radhë parë duhet ta cekë që nuk do të ketë të njëjtën gjë. Shumë shpesh do thotë i njëjtë artikull më së shumti mund të vijë 3 herë në muaj. I kemi mbi 10 artikuj, në shujt përmbahet një krosant, një shishe ujë ose një lang, gjithashtu do të ketë lloj keksav që do të ndryshojnë varet prej kohës, një fasolet dhe secila do të jetë e përgatitur veç e veç. Nga ky projekt i komunës së Ferizajt përfitojnë mbi 10.000 nxënës në 39 shkolla fillore prej klasës parë deri në të 5-tën. Vlera e projektit ka shumën 989.000 euro.